Si mendon Romina, ne shqiptarët, a jemi popull i pasur apo i varfër? Mendoj që ne shqiptarët jemi popull i zgjuar, sepse nëse krahasojmë të ardhurat që ne kemi dhe me çmimet që janë në Shqipëri, ne përsëri mundohemi, le të themi me fjalë të thjeshta fare, të bëjmë qefin vetes, po dhe antarëve të tjerë. Ku them antarëve, mund të jenë shoqëria jon, mund të jenë antarët e familjes apo ndoshta edhe fëmijët. Pra, që tregon që ne nuk jemi të pasur, por jemi të zgjuar. Me aq pak mundësi sa ne kemi, ne mundohemi t'ja dalim, por edhe të ndjehemi mirë me veten. Dhe këtu kam rastin të them, për shembull, në raste ditëlindjesh, ne në Shqipëri nuk jemi nga i popull që ne mund të pim një kafe dhe e dim që mikesha jon ka ditëlindje dhe nuk do t'i bënim një dhuratë. Pra, edhe ndoshta pse të ardhurat nuk i kemi të larta, ne mund të sakrifikojmë nga diçka e jona për të kënaqur miken apo miken, sepse nuk marrin konsiderat fare të afërmit, se patjetër që ne për të afërmit bëjmë shumë. Dhe kjo tregon që ne jemi një vend i cili jemi shumë social, por nga ana tjetër kemi shumë për të dhënë, edhe pse ndoshta para jo, por japim shumë dashuri.